Përshëndetje, po japim lajmet flesh në bordë të Slovenisë, ka filluar konferenca e presidentëve të Ballkanit Perëndimor, në cilin do të merr pjesë edhe presidenti francez François Hollande. Organizatorë të konferencës janë presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë, Ivo Josipović dhe Borut Pahor. Në mesin e presidentëve Ballkanas, pjesëmarrës janë edhe presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe ai Serbisë Tomislav Nikolić. Presidentja Jahjaga në fjalimin e saj ndër të tjera e ka përmendur idenë e një mini Schengeni Ballkanas si formë e bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha e ka përmbyllur vizitën e tij në Kanada me kërkesë për përkrahje të Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare. Ministri Hoxha këtë ja ka kërkuar homologut të tij kanadez Jon Bajrid, ndërsa sot është takuar me kryetaren e Asociacionit Parlamentar Kanadez për NATO, Cheryl Gallant. Përpos marrëdhënieve dypalëshe, Hoxha me zyrtarët kanadez ka folur edhe për përkushtimin e Republikës Kosovës për të kontribuar në relacionet transatlantike. Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut në lidhje me hetimet dhe gjykimin e krimeve të luftës, roli e EULEX-it, qeverisë së Kosovës dhe periudha e tranzicionit. Rezoluta nxjerr disa rekomandime, sipas të cilave qeveria e Kosovës autorizohet të përgatisë planin e vet tranzicional deri më 1 shtator për të marrë përgjegjësitë nga misioni i EULEX-it nga qershori i vitit 2014, kur këtij misioni sipas vendimeve të fundit të BE-s i ska dhënë mandati. Sot bën 2 vjet kur njësia speciale e policisë së Kosovës, ROSU, me urdhër të kryeministrit Hashim Thaçi, kishte ndërmarrë aksionin për t'i futur nën kontroll pikat kufitare në veri të Kosovës, Jarinje dhe Brnjak. Gjatë këtij aksioni, nga strukturat ilegale serbe, ishte vrarë policia Enver Zymberi, i cili kishte rënë heroikisht në mbrojtje të integritetit territorial të Kosovës. Sot në përkujdesjen e kryeministrit Hashim Thaçi po mbahet akademi përkujtimore me rastin e shënimit të 2 vjetorit të rënjes së heroit të Kosovës, Enver Zymberi. Në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari ka arritur kontingjenti i parë prej 110 qytetarëve të Republikës së Kosovës nga Hungaria. Kosovarët e kthyer janë ankuar për kushte të rënda gjatë qëndrimit në Hungari, duke thënë se kanë qenë të maltretuar. Por një gjë të tillë e kanë mohuar ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi dhe ambasadori i Hungarisë Laurent Balla, të cilët kishin dalë në aeroport për t'i pritur kthimin e kosovarëve. Ekipet e emergjencës në Spanjë vazhduan edhe sot punën për të larguar kufomat nga skena një prej katastrofave më të rënda hekurudhore në Evropë, me që rast humbën jetën spaku 78 persona dhe u lënduan mbi 131 të tjerë. Qeveria spanjolle njoftoi se është duke punuar për të zbuluar shkaqet e aksidentit. Udhëheci i Hezbollahut Hasan Nasrallah ka reaguar ndaj vendimit të BE-s për shpalljen e krahut ushtarak të kësaj organizate si terroriste. Gjatë një paraqitje televizive, Nasrallah ka thënë se ky vendim ka për qëllim që të krijojë arsyetim Izraelit për të nisur luftë kundër Libanit. Moti sponsorizohet nga Ex Lëng Frutash. Mbi vendin tonë po mban mot i nxehtë me temperatura që do të lëvizin ndërmjet 18 e 33 gradë Celsius. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet rtv21.tv. Mirupafshim.